Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për njoftimin e prokurorisë së përgjithshme drejtuar KLQ-s ditën e sotme, u theksohet ndër të tjera edhe pse nuk është bërë zyrtarisht publike, po sipas burimeve mediatike që është konfirmuar, ajo që ka dalë në media nga Partia Demokratike, që Irena Gjoka, gjyqtarja e dosjes Meta Berisha Mediu, ka qenë dënuar në vitin 2005 në Greqi për falsifikim vize, një dënim me burg i konvertuar më pas me gjob, por që nuk është ekzekutuar asnjëherë për shkak se personi pra nuk ka kaluar më tej. Megjithatë, kryesore tashmë është ajo që do të ndodhë, çfarë vendimi do të marrë KLQ-ja nëse do ta shkarkojë pezulloj, do kërkohet ndjekje penale, siç ka kërkuar Partia Demokratike në SPAK ditën e sotme për Irena Gjokën, por mbi të gjitha edhe për vendimet që janë marrë deri tani dhe çështjet që ka pas në dorë. Për gjitha këto do të flasim me avokatin mikun e emisionit tonë, Gylsen Zhdim. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, për ta sqaruar për publikun, tashmë ky vendim mund të shikohet në disa dimensione. Së pari, mund të themi që çfarë parashikon ligji për ata që gënjejnë, pra nuk tregojnë të vërtetën, tek formulari i dekriminalizimit, por edhe për dosjet që ka pas në dorë, edhe që ka aktualisht. Çfarë ndodh me këtë dosje? Se Partia Demokratike thot që Irena Gjoka i ka marrë në hetim liderët e opozitës sepse ka qenë shantazhuar nga qeveria. Duhet kemi parasysh se procedimi penal ndaj zonjës Gjoka është deklaruar nga zoti Dumani që është në krye të një hetimi të thellhuar. Prokuroria e përgjithshme ka kërkuar me letër porosi autoriteteve greke të japin të dhëna në rast se ndaj kësaj gjykatëse ekzistojnë ndonjë vepër penale apo ndonjë vendim që të jetë kryer në të shkuarën. Dhe nga ajo që vetë prokuroria e përgjithshme ka dalë në një komunikat publike, tregohet qartë që denoncimi i Sali Berishës, sepse ju duhet të keni parasysh se më përpara të gjithë kur zoti Berisha akuzon dikë, të gjithë pothuajse thonë që Berisha po shpif, po ja e shikon që Berisha nuk shpifi dhe qeka e vërtet që ndaj kësaj gjyqtare është dhënë një mas dënimi penal nga autoritetet greke. Mirë është dhënë një dënim penal nga autoritetet greke, por pse kjo gjykatëse e cila është e reformuar sipas Partisë Socialiste nuk deklaroi të paktën që po, unë kam qenë e ndëshkuar penalisht për shkak të një vize. Po ndoshta nuk e din. Jo, tani nuk e din, do të thotë që ti do të thotë si nuk e din, sepse nuk e din si nuk e din kur ti ke kaluar kufirin. Më le të jap një shembull, un shqiptar që për shkak normalisht siç e din pas në vitet 90. Jo, se ajo është gjykatëse. Është gjykatëse. Ajo në gjykat nuk është futur në 2005-ën. Ajo ka qenë në detyra, ajo ka ndryshuar mbiemra vazhdimisht. Mos harroni këtë fakt. Pra, edhe kjo historia mbiemrave nuk është se është marrë ndonjëherë pse janë ndryshuar kaq shumë po. Më dëgjoj të them diçka, që duhet qytetarët të kuptojnë diçka. Mos krahaso një emigrant që për arsye shumë mallore ka ikur nga vendi, ka ikur jashtë vendit, nuk ka pas një detyrë shtetërore në Shqipëri, se jo të gjithë që kanë ikur kanë pas detyra të larta, pra të qenurit gjyqtar edhe të gjithë gjykatësit ikën. Mirë, një pjesë e tyre ikën dhe nuk u rikthyen më në Shqipëri. Edhe sikur të themi që ky person nuk ka qenë gjykatës, por nga autoritetet greke është kapur që ishte një vizë e falsifikuar, personi ka marrë dieni që nuk kalon në atë vend, dhe përveç kësaj, ju duhet keni parasysh që ka qarkulluar në media që personi ka autorizuar në qarkun e Vlorës një avokat me prokurë të posaçme për të interesuar për procesin që është duke u vijuar në atë kohë, në atë periudhë në gjykatën e Janinës. Pra, personi nuk kishte si nuk e dinte rastin e procedimit në autoritetet greke. Dhe në rast se vendimi atje që është dhënë në mungesë,
nuk e lehtëson personin. Pse nuk e lehtëson? Sepse ju duhet keni parasysh që personi ka nënshkruar me emrin dhe mbiemrin e tij procedimin penal përpara autoriteteve greke. Pra, personi është vetë dhe duhet të investohet vetë që të gjej mënyrën se si mos ketë të lashe në të ardhmen me autoritetet greke, por edhe të huaja, të cilët e kanë përfshirë në një procedim penal. Justifikimi që kështu ka ndodhur në Greqi, kështu ka ndodhur në Itali, kështu ndodh për rastet e emigrantëve sepse emigrant, po, është e vërtetë që emigrantët shqiptar kudo që shkojnë akoma dhe sot, për shkak se thuhet Albania, direkt janë të dyshuarit. Tani pse ndodh kjo gjë është një diskutim tjetër. Por ne duhet të mbetemi këtu dhe të them diçka konkrete. Zonjë, ti ke shkuar dhe ke kaluar një vetting. Ke mashtruar, 1, 2. Ti je personi që fut në burg njerëzit që dyshohen për korrupsion dhe krimin organizuar. 3. Ti je një person që ke marrë dosjen çuditërisht të Sali Berishës, të Ilir Metës, të Ahmetajt, të Mediut. Pra, si ka mundësi që nga gjithë këto gjykatës aty brenda vetëm ty të bikan këto shortet, po me sa fat që e ke ti që komandoke të gjithë proceset e opozitarëve si brenda Partisë Socialiste ashtu edhe jashtë saj. Po, disa nga vendimet janë konfirmuar edhe nga apeli, edhe kjo nuk është gjyqtare themeli. Edhe pastaj, për masë e sigurisë ndaj zotit Berisha, edhe ajo e detyrim paraqitjes, edhe ajo e arrest në shtëpi, që dha prap kjo me 69 mbiemra, çfarë ndolli? Gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht kërkesat e Sali Berishës. Dhe përveç kësaj, gjykata europiane në rastin e detyrim paraqitjes së zotit Berisha ka dhënë tek autoritetet shqiptare disa porosi, disa kërkesa, disa pyetje, të cilët duhet japin përgjigje autoritetet shqiptare për shkak të një vendimmarrje të kësaj gjykatëse. Pra, duhet keni parasysh që zonja në fjalë e ka ditur për të lashet me autoritetet greke. Nuk justifikohet ky fakt që thuhet që shiko kështu ndodhin edhe në shqiptarët në botë. Për shkak se kjo është gjykatëse, kjo është në pastërtinë e figurës, është zero në krahasim me atë që na bën moral. Pse? Se je e dënuar më zonjë. Nuk e deklarove, nuk pate mundësinë, po është një proces tjetër që mund ta shikosh, po këtu nuk kanë pas dieni dhe janë dënuar. Një sekond, dhe janë dënuar. Duhet kesh parasysh diçka, janë shkarkuar. Kajmaku ka ikur nga detyra. Pse? Pse duhet ikte ai edhe mos tiki Irena? Pse Irena duhet të mbahet duke u justifikuar? Ligji ka të qartë, shkarkohet ai i cili ka mashtruar. Sepse dikush mund ta thotë se është dënuar në mungesë. Avokat, edhe po e bëni fakt të mirë që KLG-ja, nëse do jetë drejt sipas gjykimit tuaj, duhet çfarë vendimi të marrë tani? Duhet të shkarkohet gjyqtarja në fjalë, patjetër, sepse kemi të bëjmë me një verifikim. Kryetarja e gjykatës së posaçme, ish kryetarja që ka qenë para. Po, ajo duhet shkarkohet për shkak se KLG-ja bën një verifikim, nuk mund të bëjë një proces mbi verifikimin. Bën vetëm një verifikim. Pra, KLG-ja, zoti prokurori përgjithshëm. Do që ka sjell prokurori, çfarë konstaton aty duhet marrë vendimin. Edhe merr vendimin, nuk ka aty, jo po është gjykuar në mungesë, jo nuk e dinte, jo kishte të drejtën e ankimimit, jo. Nga momenti i parë, kur ti ke pasur të lashe me autoritetet greke, ti zonjë ke qenë në pengmarrje. Dumani, Brao, Dado, të gjitha të brenda e din hallin tënd. Mos ka prandaj dosi të sjellin këtu. Ka qenë gjyqtare edhe për dosjen e Belerit, Fredi Belerit, Irena Gjoka? Më duket se duhet ishte edhe ajo, se gjithmonë këto dosjet gjithmonë çuditërisht tek ajo binin. Kështu, kush është po merret tjetër.
Hajde se takon ty, thotë. Se mos është një hakmarrje nga Greqia, avokat. Po nuk është hakmarrja nga Greqia, më vëlla. Ajo ka qenë e dënuar. Një person i dënuar nuk mund të dalet ta bëj moral në këtë aspekt. Nuk del dot një person, nuk duhet të dalë, po këtu në Shqipëri e dim si situata, por nuk duhet të dalë. Dhe nuk ka lidhje sepse është Beleri apo është Berisha apo është Meta. Por nuk mund të pranojmë ne që një person në këtë nivel duke na bë moralin që i fuska të gjithë këta në burg se nuk zbatoi Berisha masën e detyrim paraqitjes, e fut kjo arrest në shtëpi. E futi arrest në shtëpi, e la aty dhe u desh një gjykatës e tjetër thotë zbrit tani nga balkoni dhe shko tani bë punën tate se mjaft të mblodhën provën. Prandaj, kush? Në mos e ka bëj ka qenë Ollzati që liroi arrestisht. Jo, Davidi. Atëherë, e kupton, pra, e gjitha kjo, Ovdash më duket të liroj Maltezën. E gjitha kjo situatë që jemi këtu në këtë moment, është një situatë e cila nuk është e mirë, pse? Zotri, ra reforma në drejtësi. Avokat, ju thoni ra reforma, po përpara reformës, që është me madhësi kjo, çfarë bëhet me këto dosje? Pra dosjen e Metës, Berishës, me Diut. Do vijoj gjykatës tjetër, duhet vijoj gjykatës tjetër edhe t'i bëj këto. Pra një procesi nga zero? Do pezullohet. Jo, nga zero, po do pezullohet dhe pastaj do marrë një gjykatës tjetër dhe do t'i bi shorti, duke menduar se shorti do jetë i drejtë. A është një argument ky që avokatët e zotit Meta Berisha të kërkojnë rivlerësim të masës edhe të sigurisë? Jo, nuk përbën një ndër kërkesat, sepse nuk është një pengesë ligjore fillestare e aplikimit të saj si magjistrate. Pra në rast se ajo do të kishte shkelur pikat e kriteret të kandidimit të saj si gjykatëse në sistemin gjyqësor, sepse aty është si një gjykatëse e posaçme, e cila pasi ikën nga ajo mund të shkojë si gjykatëse e zakonshme, po duhet të shkelen një ndër kriteret të cilët janë vendosur në ligj, që aty të kemi të bëjmë me papajtueshmëri ose me shkelje të qenies së gjykatës. Po më thonë është më shumë ana morale që kërkoni? Nuk e Jo, ana ligjore e formularit të dekriminalizimit, sepse dekriminalizimi erdhi si një mision i politikës shqiptare, që të gjithë të cilët janë në funksione shtetërore, në të shkuarën e tyre duhet të tregojnë në rast se kanë pas konflikte me gjyqësorin shqiptar dhe të huaj, dhe disa vepra penale, mos them gjithë kodi penal është, po disa vepra penale të cilët kanë një rëndësi të veçantë, janë në atë që ne themi gjithmonë në dispozita ndaluese për personin që mos të ushtrojë detyrën për një kohë të caktuar. Mashtrimi në formularin e dekriminalizimit nuk kupton që personi duhet të merret i pandehur, të rretohet patjetër pse jo, por patjetër në rastin e KLG-s, KLG-ja duhet të pezullojë zonën në fjalë nga detyra menjëherë, sepse duhet të ruaj balancat dhe nuk duhet të ruaj vetëm balancat për sa i përket qytetarëve, por edhe brenda vetes sistemit, sepse do thotë një gjykatës, po mirë për Luan Dan mos gaboj, u mor vendimarrja që ai të pezullohet, të shkarkohet menjëherë, ndërsa për këtë gjykatën e 69 mbiemrave nuk u mor asnjë vendimarrje dhe thjesht KLG-ja bëri thjesht rrezikon në i burg thjesht apo thjesht në mas në i gjop. Ata që gënjejnë nuk besoj që do të shkojë në burg, sepse ka shumë dere që i ka bë Altin Dumanit e të tjerëve në SPAK, nuk besoj se do ta çojnë deri aty, po edhe sikur ta çojnë në burg, është një tregues që mos sakrifikoni për njëri tjetrin gjëra koti, sepse nuk ju a din fare sakrificat. Dhe edhe Altin Dumani dhe Arben Kraja që e kanë përdorur, edhe sigurisht do ta përdorin deri në momentin e fundit. Por burgun
nuk ja uroj, por uroj që të ketë një proces të drejtë, po patjetër shkarkim të menjëhershëm nga detyra edhe mos të di nga i bie gjykata në Republikën e Shqipërisë. Pas Irena Gjokës, një emër ngarkuar në 2 vitet e fundit që sipas prokurorisë ky personazh pra që u ngrit në krye të drejtësisë së re rezulton që ka qenë i dënuar në Greqi. Tani do të flasim Kara reforma, sot reforma Kara. Një individ është avokat. Reforma Kara sepse personi që futi në burg opozitarët tregua që ishte në pengmarrje. Kjo është më e rëndë. Nuk është e rëndë sa është dënuar ajo atje. Nuk është e rëndë çka ka bërë ajo. Nuk është e rëndë sa mbiemra ka ndryshuar. Jo, është e rëndë që nuk ka deklaruar. Mirë që nuk ka deklaruar. Por është e rëndë që ai person me mosdeklarimin arreston, fut në burg, pa mëshirë, duke i treguar popullit sa të fort jemi, dhe në fund fare na del që ka me probleme. Të them që ishte me probleme për shkak se autoritetet greke e kanë deportuar për shkak se është futur edhe nga Omonia e kanë kapur dhe kanë sjellë në Shqipëri, do të thoja Allahu. Por nuk më falet kjo gjë. Kur? Ty zonjë të kanë ndaluar te pika kufitare, të kanë marrë të dhënat, ti kanë marrë të gjitha të dhënat e tua dhe ti nuk pate guximin të thuash po më jam ka ndaluar në vitin kaq. E dini ju që në gjykatat në procesin e vettingut dhe në deklarimin e dekriminalizimit një gjykatës ka deklaruar sepse është kapur në kohën e Enverit për prishje të qetësisë publike. E ka deklaruar, po nuk më kujtohet emri i gjykatës. Se i kam pas gjithë këtyre që kanë kaluar vettingun, ja kam pas gjitha dhënat unë, edhe kam bërë disa verifikime, është punë tjetër kjo. Edhe aty kam pa që ai ka deklaruar një dënim që s'ka fare lidhje ai dënim me pjesën e ndalimit, e kupton? Fare, nuk ka fare lidhje. Pra ai e ka deklaruar për shkak se donte të ishte korrekt. Dhe ai gjykatës e ka deklaruar për prishjen publike, kohës së Enverit, ku hapshim me 3 shok aty. Tani e kupton ti çfarë ishte atë në atë kohë. Pra, ju duhet kuptoni që kjo gjykatëse bëri moral. Është të mërshme. Moralistja më e madhe i futi të gjithë në burg. Madje edhe nuk i nxjerr nga burgu. Pra, masat e Berisha e shtoi arrest në shtëpi, si tha Arben Kraja, tjetër kë. Prokurori më i ndershëm kë, vjen nga koha e komunizmit, pra reforma që duhet sillte këtë, solli komunizmin, shiko Arbenin, shikon gjithë situatën me sy, shikon Irenën, shikon gjithë pazarin në kuptimin e kuadrit që është. Pra, reforma zotri Kara, drejtësia nuk është kjo. Në pengmarrje nuk jepet dot drejtësi. A do ta mbaj KLG, e di çfarë dua unë. Ta mbaj aty dhe mos ta shkarkoj. E di pse? Se të ke mundësi të flasë dhe të them të vërtetën, shikoni sy për sy se si edhe KLG-ja është bërë, mos them çfarë quhet në gjuhën shqipe popullore. Jam shumë i bindur unë me atë çfarë ka ndodhur, sepse unë që në fillim ju kam thënë që ndaj kësaj zonje çuditërisht ra shorti për dhëndrin e Berishës. Ma mend ti që kam thënë për dhëndrin e Berishës se akuzohet dot ai për korrupsion pasiv, ku asnjëherë nuk ka qenë zyrtar i shtetit shqiptar. Korrupsion pasiv akuzohet vetëm person që ka qenë subjekt i posaçëm që duhet jetë. Dhëndri nuk është subjekt i posaçëm. Zonja Irena te masa e sigurisë arrest në burg, që i caktove maltezit. Nga pengmarrja, të më kanë mbaj peng me atë copletër aty, edhe rase tjetër në burg, kështu sikur kishe
në gjë personale. Futën ty në këtë kurth, edhe tani shokët e tu dhe të pastrojnë ty. Kështu është bota. Irena me 500.000 emra. Vjen momenti që kur ja bë gropën tjetrit, shko vetë kështu pa zonja Irena. Avokat, unë falenderoj Irena me për bisedën. 69.000 emra. Edhe ne kemi shumë çështje për diskutuar se ju e dini që aktualiteti prodhon shumë ngjarje, sidomos politika, por në këtë rast, në këtë bisedë nuk po e përzim asnjë çështje tjetër, duke qenë se është folur për 2 vite për këtë çështje, edhe në fund fare u arrit një konkluzion. Kështu që po mbetemi te kjo në për të mos vlerësuar. 2 vite goditje ndaj opozitës. Se daton qartazi nga momenti kur është goditur Sali Berisha i pari dhe i dyti tani Ilir Meta. Dhe këta gjykatës të cilët kanë marrë vendimarrje ndaj liderëve të opozitës janë të sigurt me 1 letër nga mrapa. Edhe Irena, edhe Erion Çela. Prit Erioni se kemi datën 22 janar, që do thotë gjykata kushtetuese. Pastaj kur të merren edhe me Erionin, edhe me Erionat të tjerë që janë brenda spakut, që janë ndryshuar mbi emra, nami kanë bërë dhe atan. Por të ndryshosh emrin. Avokat, nuk që ka vetëm një, duke se pas kemi punë vazhdim. Ka, po puna është duhet të rish të jetosh, nuk duhet tani do të rish të merresh me 500 gjëra, por duhet të kesh parasysh diçka. Të kesh emra të ndryshme në kuptimin që të jesh pak gëzuar, të kesh është e drejta jote, nuk është problem. Por të jesh i akuzuar edhe të kesh një dënim në ngarkimin tënd, e mos ta pasqyrosh në formular, kjo është vepër penale. Por në rast se një person e ndryshon emrin, vendos emër tjetër, nuk është problem. Por problemi është kur ti e bën me qëllim dhe ty të mbajnë në pengmarrje për këtë arsye. Kur thonë influencë Sali Berisha ndaj dhëndrit të tij, influencë Ilir Meta ndaj vjerrës së tij, e konvertojnë në vepër penale. Po s'paku influencës ndaj Irenës që kalbi këtat në burg se të kënaqet popullata, si e gjykoni ju? Pra e kuptoni që në të dyja rastet, Berisha dhe Meta, Irena futet në kërcim. Këtë gjë duhet kuptojmë. Prandaj them që jo vetëm Irena, por të dalin dhe shumë Irena të tjera. Thjesht ky ishte fillimi. Avokat, të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.